Neve po, kujdes, hajde shpejt se mos digjesh se të ikën shpejt. Neve po bëjmë kështu një Valentine breakfast. Shtruam këtë mbulesën tonë të kuqe, këtë pjatancën, e vendosa te kjo që mos të bien, e do ta lëm për këtë punë. Dhe për përdorime tjera. Frye mama. Fort. Jo, fryen ju. Çokoladë shkrir banjo Mari. Zotëria pancake. Sprinkles. Shëndet. Shikuj qera ta i që bëri unë pankekat e mi, hëngra të ëmbël me maple syrup, me pak çokokrem që ngeli, çokoladë shkrir që ngeli nga ajo e Pierushi, dhe ky bëri dhe një krep të kripur, dhe pastaj do bëj edhe disa pankeka shumë e frutta hylli dhe me maple syrup. Po mua tani po më hate kripur. Jam martja ha. Nuk ta hash. Faleminderit, po nuk ta ha dot. Çe? Po është e jotja. Po masim kafe. Ka mikrofonin këtu. Ja ku jam dhe unë. Okej. Atëherë filloj. Pisim këtë. Ka vash? Se e gërvishte nga poshtë apo jo? Apo është nuk është nga maja? Unë që tampimit dhe në mirë. E bëra dhe unë dje, këtë tamponimin kështu. Si të nëzorë? Mirë. Po Minu ku është? Minu? Bëre? Qumshin? Prit. Po, e di. Qumshin në fakt kemi provuar disa dhe ky e nxjerr shumë të plot, më pëlqen. Po pastaj nëse ka ndonjë ndryshim shkencërisht qumshat në mënyrën se si prodhojnë firma ndryshme nga një tjetër apo ku di unë, ose është thjesht çështje e packaging design, është e di. Po kjo më pëlqen. Kjo është e dytë. Kjo është e një. Rëmuja pasi hëngrëm. Base na dhuron tani ndonjë zemër. Wow! Një zemër e vogël, e padukshme. Tjetra. Wow! Ku filloi ky shiu? Jemi duke shkuar diku këtej nga Kino Studio. Nuk e dim nëse shefkia do jetë hapur sot. Por po kalojmë një herë aty. Dhe përveç të tjera, pashi ishte të shtuar shumë. Po për mua shumë. Ndjekës të ri në kanal, mirë se keni ardhur. Uroj që të qëndroni gjatë dhe këto vlogs të vinë ngrohtë te juve. Janë filmime që bëhen për të vetmin fakt që të gjeni një kanal ose të gjeni video që t'ju japin komfort. Dhe di pse e them këtë, sepse unë kam pasur periudha të vështira në jetën time, si çdo kush patjetër. Dhe ka pasur YouTubers që realisht më kanë ndihmuar pafund. Mënyra genuine, mënyra autentike të shprehur të një vendimi, mënyra se si njerëzit i kapërcejnë disa sfida. Domethënë, thjesht për të parë këndvështrime të ndryshme, për situata të ndryshme, është gjithmonë shumë freskuese, mos e refreshing. Trafik. Por ne jetojmë në një pikë të qytetit që është shumë strategjike. Dhe këtë kemi kuptuar vitet e fundit që janë bërë këto rrugët unaza, për shumë me evri nëse duam të shkojmë te tek, apo nëse duam të shkojmë në Kino Studio, apo ku di unë, nuk futemi fare në qytet dhe evitojmë komplet trafikun e tmerrshëm dhe biem nga unaza e madhe si bie, unaza e madhe. Po. Edhe po sot do duhet të futemi në qytet se kemi punë. Ergysi pa çfarë, se Ergysi acarohet shumë shpejt.
C'est la vie, zemra. Pardon, c'est la vie. Na 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 na. What? Why? Hello. Heqim këto tatat e bukura që janë lëkur dhe janë jo shumë të larta dhe janë kaq lehta, nuk ndihen fare në këmbë. Kam bler te 100 vitrinat para ca kohësh. Bala. Ka filluar shiu dhe është bërë shumë ftohtë. Por një lajm i mirë se javës tjetër del dielli dhe kaq ka rëndësi. Se u bë që nga nëntori tani, që nuk kemi diell. Si jeni ju? Pas ka ngelur një pikë kafe që nga mëngjesi. Disa pa kondicionerin se po ndjekam ftohtë, por edhe jam holl, në fakt, po ja, po përtoj të Gja komentet nga vlogu i kaluar dhe kisha disa pyetje. Dhe thash, dhe i shkrova gocës që e kishte bërë pyetjen, dhe thash i do ta prek tek vlogu i radhës, se gjë pak atë komentin. Atëherë, po, dikush thot, hej Diana, a mund të ndash eksperiencën tënde me overconsumption, impulsing buying ose dhe savings, veçanërisht që merresh dhe me social media dhe si e mban këtë balancën? Tani, nuk e di fikse si mund të jetë për shumicën, por unë nuk e kam pasur kur. Do me thënë, unë sigurisht që bje për e konsumerizmit, por jo aq shumë sa mund të isha, do me thënë në kohërat që jeton, me mundësit që ka sot, me punën që unë bëj, mund të isha shumë më shumë, por nuk e kam. Nuk e kam pasur kur. Praktikisht unë, sidomos tani, por pritu të regoj pak se gjërat e mia gjithmonë lidhen me njëra tjetrën, mendoj, dhe ka të bëj shumë edhe mënyra se si jam rritur, do me thosë si jemi formuar për të gjithë, mendoj. Tani, po e nis historinë që kur kam qenë e vogël. Unë në jetën time nuk mbaj mend që të futesha në për dyqanin për të bler rroba apo gjëra. Nuk e kam këtë si kujtim, sepse mami nuk më blinte gjëra. Se ajo nuk ishte mundësi, do me thënë ishte në përmet mendoj një familje mesatare, babim punonte në Greqi aso kohë dhe punonte dhe fitonte. Dhe tani që po e mendoj, sepse realisht ky komenti më ktheu pak në kohë dhe kam reflektuar pak mbase si mund të ketë ndikuar kjo tek jeta ime. Përveç faktit që më blinte vetëm gjëra të reja kur fillonte ditë e parë e shkollës, kaq mbaj mend. Por nga ana tjetër, unë kam pasur një ndihmë shumë të madhe nga tezja ime vogël që jetonte në Greqi. Te pjesa e rrobave, po them, te këto gjëra gjingla minglat që mund të kishte qef një vajzë, ku di unë e vogël apo pastaj adoleshente. Edhe daja imi vogël në Greqi dhe sa herë vinin ata në përmet, do sillnin shumë gjëra. Dhe unë mbaj mend kur vinte tezja se vinte më shpesh, dhe silta ato çanta, se më duket punonte aso kohë te një dentiste që ishte 40 ca vjeçë, po ishte trupi im dhe i mamit tim. Se mami im ka qenë si trupi im tani, deri para menopauze. Dhe ças kishte, këpucë, shapka. Dhe silta aq shumë sa ne nuk e ndihnim nevojën për të blerë, dhe unë këtë konceptin e të blerit nuk e kisha. Do me thënë, okej, por ama kisha dhe një gjë. Edhe nëse shikoja ndonjë nga shoqet e mia që mund të shkonte në dyqane ose shkonim, mbajmë me shoqen time të ngushtë, shkonim në Gjirokastër dhe ajo mund të blente gjëra, po unë nuk ndjehesha keq, nuk më ndikonte sepse mbase e kisha në subkonsciencën time për një fëmijë ose për një preadoleshente, konscienca ime e dinte situatën e familjes dhe nuk e kërkoja. Nuk e di se si ka ardhur, nuk e di se si e ka ngulitur mami këtë gjë në kokë mua. Le të kalojmë pastaj te pjesa kur unë erdha në Tiranë me studime. Mbaj mend ditët e para, do të thënë fillimin, ishin ca dilja me një shoqen time me Denatën. Deni.
Dhe dini në për dyqanet e Mislim Shyri, te Bloku, dhe kishte ca dyqane atëhere, dhe unë bleva disa gjëra që më duheshin, që nuk i kisha. Kisha pak më shumë liri për të blerë. Dhe pastaj zbulova të përdorurat. Dhe blija të përdorura shumicën e kohës, sepse normalisht aq mund të përballoja, po më shijon të ndryshe, sepse me pak lekë mund të blija shumë gjëra të ndryshme. Tani do kalojmë pak mbrapa sërish, që ta lidh pak me pjesën e social media. Unë vishesha, mbase për kohën time nëpërmet jam veshur goxha më ekstravagante, kisha shumë gjëra të bukura, edhe e kujtoj për shumë që ja thofshin mamit, po i kisha të gjitha që mi silte Tezja, nuk është se blija. Dhe Tezja, do me thënë, dhe kjo mënyra më rriti shumë atë pritshmërinë e gjërave dhe mënyrën për të veshur. Dhe isha gjithmonë e veshur. Pastaj, me që do ta lidh me social media dhe me Instagramin kryesisht, ajo është platforma që unë përdor dhe punoj më shumë. Shoqja ime ngushtë, e çerdhes e kopshtit, Ina, ajo u bë sebeb që unë kam këtë Instagram sot. Se unë nuk isha një smartphone atëherë dhe Ina atëherë kishte iPhone, që ishte iPhone 4, iPhone, nuk e mbaj mend fix, që ishte ai si M4, si bukur e mbani mend. Dhe atëherë Ina me shoqet e veta kishte hapur Instagram dhe unë nuk isha, dhe kur e takoj bëja papione vet. Blija copa të vockla dhe me prisa kartoni në formë kështu. Si bie. Varja, do me thënë në formë papioni, dhe mbaj mend atë ditë që kam takuar Rinën, kisha bërë një topuz, kisha veshur një këmishë si tantel, dhe kisha veshur një pantallona si jeans e ngjyrë lejla, edhe papion lejla. Edhe ajo kur pa, të bëj foto për Instagram. Unë atëherë nuk e kisha Instagram dhe ma hapi ajo, unë kisha vetëm Facebook dhe bëja foto si gjithmonë, se gjithmonë më kam pëlqyer dhe hidhja në Facebook edhe i thosha, ok, më mbajti Instagramin, merr çfarë postojnë te Facebooku, merr hidhi dhe ajo ma mori derisa unë mora telefon dhe ajo më dha adresën edhe pastaj pjesa tjetër është histori. Por, mund të them këtë, për shembull në periudhën që jam, që e kam mundësinë të blej, edhe të mbi konsumoj, patjetër që edhe unë blej, por asgjë jashtëzakonshme edhe e di ku e kam kuptuar, kur rregulloj dollapet. Ndonjëherë kur beshin uljet e këto Zara, ku ti gjë unë blija gjëra me ulje, dhe në dollapin tim, do me thënë dhe ato veshje nuk zjasnin absolutisht. Do me thënë unë kam bërë diçka, kam hequr poliestrën, kam hequr këto materialet që supozohet që nuk janë të shëndetshme dhe i kam zvendosur me materiale që janë më jetgjata, më kualitative dhe kam vendosur që më mirë të kem pak edhe sakt që të më zjasin sesa të kem aty 100 gjëra që nuk dihet si prodhohen dhe shumica e gjërave nxirren nga nën produkte të naftës dhe un kam një fëmijë në shtëpi. Ta ketë si mënyrë jetese këtë mënyrën e shëndetshme të jetuarit, se kur ke një stil të shëndetshëm të jetuarit i nënkupton të gjitha. Nga këto gjëra që unë blija me ulje ose gjëra asgjë s'kisha natë, do me thënë nuk kishin zgjatur fare. Tjetër, mendoj që kjo mënyra se si mami më ka rritur, sepse aq mundsi ka pasur, sepse ato kanë qenë kushtet, është histori më vete, por që ja ka bërë këtë gjën që unë kam sot. Dhe kjo pastaj ka sjell këtë pjesën tjetër, që unë nuk kam nevojë që t'i tregoj botës që unë kam. Kam vetëm 4 çanta, 4, si bje, po, kam vetëm 4 çanta. I kam hequr të gjitha, kam në një tek tu, por që edhe ato i mbaj se i dhuroj të mbesat e Ergysit, pastaj të tjerat i kam hequr, i kam dhuruar dhe kam vetëm 4 çanta. Dhe më mjaftojnë. Kam kur udhtoj, kam kur dal, janë të gjitha të bollshme, më mbajnë çdo gjë që më duhet, mbajnë mbrollat e Pierushit, mbajnë gjërat që më duhen, kam vetëm 4 çanta. Që nuk e kam bler lirë, po të parën e kam bler para 4 viteve, çantën time më të shtrenjtë, po them, gjën time më të shtrenjtë, para 4 vite, kur bëra 30 vjeçë. Dhe nuk e bleva sepse doja të tregoja status, sepse unë paran e respektoj. Do me thënë këtë marrëdhënie kam. Unë mundem ta blej, por e blej vetëm nëse ndjej që e dua, dhe ndjej që ajo gjëja do më zjasi për shumë kohë dhe pastaj nëse mund ta rishes. Sepse këto 4 çanta që kam mund t'i rishes, sepse i mirë mbaj, kam një platformë ku mund t'i rishes. Do me thënë, është kjo gjëja pastaj që futet e pjesa e logjistikës. Por nuk e kam të nevojshme që të blej çdo gjë që del për t'i treguar botës. Gjithmonë jam veshur me të
të përdorura, me gjëra të përdorura dhe vazhdoj e bëj dhe am okay dhe am shumë rehat me këtë gjën. Dhe nuk ndjej të nevojshme që të blej gjën e fundit që del në treg dhe bëhet trend, pastaj se bëhet virale në TikTok edhe unë duhet ta kem patjetër me që unë jam influencer dhe duhet që ta shohin jo. Mendoj që e kam marrëdhënie edhe shumë të shëndetshme me rrjetet sociale, sepse dhe komuniteti im e di, domethënë më ndjek pikërisht për këtë gjën, mendoj, dhe e kam kuptuar ato gocat, e them ato sepse është 90% është vetëm komunitet i higienisë femërore. Dhe ato e din që nuk do ta shohin diçka tek unë sepse është bërë trend. Ato më çojnë mua gjëra antike, dhe diku e kam kuptuar sepse her pas here unë bëj save gjëra në Pinterest apo në Instagram dhe gocat ju del algoritmi ju alçon dhe ma dërgojnë dhe unë i them, gocja, e kam bërë save, i çoj screenshot që e kam bërë save, ose mund ta kem porositur diçka që mund të jetë e stilit tim dhe kjo mendoj që është më e bukur. Por unë marrëdhënien me paran unë e respektoj lekun. E respektoj në sensin që nuk e shoh si dukje, si mjet që unë të dukem dhe tikoj, dhe e konsideroj paran si mjet që më jep mua siguri, në të mirë dhe në të keq. Shto faktin pastaj që dhe kam shumë plane për të realizuar dhe e shikoj paran e ruaj që unë të kem mundësi të rris ëndrat e mia, dhe pastaj unë kam një fëmijë që përpiqem që të kursej, që t'i ofroj atij 2-3 facilitete më shumë që mbase unë nuk i kam pasur. Jo për ta llastuar, po nuk është se kam një formulë që të them si të shpenzosh, por aman ua kam thënë gjithmonë dhe me vlogje të tjera që unë bëj një lifestyle më poshtë nga çka mundësi që ta bëj. Për të vetmi fakt që ato para mund t'i kursej. Dhe ndërkohë bëj dhe jetën që kam qejf të bëj. Unë në jetë nuk kam nevojë për shumë, unë për aq kohë sa arrit të mbuloj të gjitha shpenzimet e ushqimeve të shëndetshme, të shkojmë të stërvitemi, të udhëtojmë, të dalim një darkë, të dalim të kërcejmë, të bëjmë një fundjavë, të veshur ashtu siç duhet, mendoj që ky është qëllimi i ditës time, po them. Nëse kam arritur këtë, pastaj gjërat ekstra janë zgjedhje dhe unë zgjedh që të mos shpenzoj aq shumë. Nuk e di sa shumë perceptohet, por do t'ju marr edhe një shembull. Unë nuk blej më në Temu, kam bler sepse rash prej konsumerizmit, të gjithë po e postonin vjet e shikoja kudo, edhe nga shoqet të mia, domethënë ndajna xhingla mingla dhe aty futesh edhe ngel. Rregoj kështu një sekret të vogël, jo se është ndonjë gjë kush e di, por thjesht për të bërë këtë lidhjen. Dhe bleva 2 gjëra dhe që ishin zhgënjim total, si në material, aroma që vinin, domethënë edhe pastaj fillova duke lexuar që palesë si prodhojnë janë të pacertifikuara. Shiko, kur e mendon kështu, thua dhe ajri që po thithi më shumë i ndotur, por kur unë e kam mundësi, ajri nuk e zgjedh dot. Ndërkohë këtë gjën mund ta stopoj dhe thjesht nuk bleva më. Dhe pastaj më ndodhi që merri një email nga Temu për bashkëpunim. Ata bashkëpunojnë pafund me influencers. Ky email nuk e mbaj mend si e kishte emrin e personi që ishte prezantuar, erdhi fiks mbasi unë kisha bërë eksperiencën dhe thoshte që të bëja një nga këto videot me zero ku dëgjon çfarë ishin, që prap në thelb nuk janë të vërteta, sepse ti që të marrësh ato produkte zero duhet të shpenzosh një shumë të caktuar, e vogël e madhe, po prap qenësisht nuk qëndron. Dhe patjetër që do ishte një bashkëpunim kundrejt pagesës dhe sigurisht unë nuk e pranova sepse momentin që unë i qëndroj partizane dhe besnike mënyrës si unë jetoj, mënyrës si unë e konceptoj gjërat, nuk mund ta shisja veten, po them për 2 para më shumë, për 300 euro, 400 euro, 500 euro. Aq sa e kishin përcaktuar ata atë buxhetin, nuk e pranova sigurisht se bie komplet ndesh me gjërat që unë bëj në përditshmëri. Unë nuk mbi konsumoj, unë nuk mund të reklamoj një gjë që nuk e pëlqej, dhe duke përmbledhur të gjithën këtë gjën që di se sa ka të bëj mosha që mbase janë pak më e matur me blerjet e mia, por nuk e vetmi moment që ndjej që futem kështu online për të parë gjërat, po gjërat që unë pëlqejnë shumë të shtrenjta, kështu që edhe kjo gjë më ndihmon që nuk blej aq shpesh. Kur jam kështu e stresuar, normal futem, por tani nuk jam më shumë e fiksuar me blerjet e pafundme. Tani dua të blej një gjë që të më qëndroj shumë gjatë dhe që nuk prishet.
Disa sa shumë janë përgjigjur pyetjes, por që kjo. Ishte edhe një pyetje tjetër, prit do ta lexoj, edhe kjo është do flas gjithmonë nga eksperienca ime. Jasmin thot, si mund të heq atë tulin e mërzitshëm te barku, Dajan çam sugjeron. Tani, unë kam ende atë tulin te barku dhe për të vetmi fakt sepse sipas teorive ose sipas studimeve thoshin që ai tuli që kemi vendosur te barku i duhet kohë për të hequr aq kohë sa vite sa është mbi vendosur aty stres për stres e djami. Përtek kësaj ushqyerja nuk mendoj që stërvitja bën punë në momentin që vazhdojmë të ham po një lloj ushqime të procesuara, sheqer të shtuar dhe sidomos te pjesa barkut, sheqeri procesuar, sheqeri i supermarketeve, po them, edhe ushqimet e procesuara ndër me një. Un kam, nëse bëj krahasimin kur kam ardhur nga Gjermania, kam një ndryshim të jashtëzakonshëm. Kështu. Kështu që nëse do që të shohësh realisht rezultate, duhet të kontrollosh ushqimin, për mos thënë që nëse stërvitesh rregullisht. Nuk ka rëndësi se çfarë stërvitje po bën, mjafton që trupi të jetë në lëvizje, ecje, vrap, pilates, balet, kërcim, zumba, palestër, çdo gjë, crossfit, po nuk hëngre në mënyrën e dur, nuk të ka duk fare. Kështu që 80% kujdesu që të hash. Këtë e kam tani nga që u bën një vit edhe po mund ta them me plot gojën që ushqimi është ai që e bën komplet diferencën. Tani po vishem që të stërvitem 30 minuta dhe pastaj sa është ora. Ora është 14:12. Që të kem kohë edhe për të vazhduar ditën derisa të më vinë çunat. See you later. Qa po bën u gjimla ime? U drita ime? U shpiti imi mil? U dashuria ime? Vetëm gjumë do të flesh. Sides. Good, stretching through the front of the legs here. And come back up with control. Exhale, come back up. Good, switch sides. This time we're working that left leg, lift and lower with control. Stërvitja u mbarua. Jam kombinuar edhe me këto. Tani, këtu janë perimet e furrës, këtu kemi mish të kuq, këtu kemi qep të njoma dhe sallate. Di çfarë do bëj kështu një boll me të gjitha. Mi turshi, perime, pak kokra fasule të mbetura nga dje, mishin, këtu ka qepe njom, sallat dhe disa kokra udhenjë dhe super. Që thoni ju, kam gjetur mënyrën më të mirë të mundshme për Pierushin që të më haj perimet dhe i bëj salcën e makaronave. Upsi. I bëj salcën e makaronave dhe ai e pëlqen shumë. Dhe hedh spec të kuq. Ja, se do t'ja tregoj se kam bërë qik rëmuj këtu tash edhe i hedh në një tavë nga këto të dheut, spec të kuq, qep të kuqe, zucchini, kam edhe pak lëngmishi që do t'ja hedh pastaj në fund kur që ta frulloj. Ja si duket. Kështu. Ishte fantastike për të pirë mimosa. Sa ka të diellin pas kaq vitesh, dhe shkova te nga baret e mia të nderuara. Dhe pastaj më bashkua dhe një shok. Po pide një kafe me burrin. Ja ku jam. Shkondi pide u thash pse. Leva një byrek me gjizë se po më haj. Edhe do ta haj rrugës tani se po futem këtej në përlagje.
Dhe pastaj i marrë dhe energji për të stërvitur fix. Mëngjes, sot është e enjte dhe unë po bëjmë gati sepse do shkoj do pres Ergysin sepse ka një ditë shumë të rëndësishme sot. Ora 10 ka provimin edhe thash do bëjmë bukur e bukur. Edhe do shkoj me biçikletë, aty do ta pres, po mendoja të blija ndonjë shishe ose pastaj të ulemi diku, se pa kohë do ketë ai. Po thash aq kohë sa ti ketë mbetur mbas provimit, e pastaj do të kthej te puna. Festojmë, sido që të ke dalë, ai është përpjekur shumë. Okej, ja, kështu. Ka filluar më është bërë premtja si ditë e shenjtë, mezi e pres, edhe pse fundjava më lodh shumë me Pieri, nuk është se kam një moment që të rri dhe të bëj asgjë. Siç thon italianët, il dolce far niente, nuk ekziston në jetën time. Por mbase ekziston ndonjëherë se jap mundësinë të hënave për shembull. Nuk e di ua kam përmendur ndonjëherë nga që fundjava më e ezauron dhe ndonjëherë të hënave e marr me shumë terezi dhe mund t'i shtyca gjëra deri nga masditja që duhet të qetësohem. Por ç'a të bëjmë? Prindërimi është sfida më e madhe që kam bërë ndonjëherë në jetë. Më duket shumë e vështirë. Dhe nuk imagjinoj do se sa vështirë është mbase për prindër që kanë 2-3 fëmijë. Është, oh my god, ezauruese. Flas edhe për faktin kur je shumë self-aware, në fazën që mbase ke dhe inteligjencë emocionale dhe ti mendon mendimet e tua dhe ti vret mendjen për gjërat që i thua fëmijës tënd, bëhet shumë e vështirë. Po nuk kemi se çfarë të bëjmë, kështu është. Po lexoj një ditë një artikull dhe thoshte që brezi millennial po rrit fëmijët mbase brezin më të mirë që do ekzistoj. Nëse se kjo është shumë relative, nuk mund të jetë kurrë absolute. Por realisht thoshte që po rrit fëmijë alfa sepse ne jemi brezi që kemi përjetuar të dyja botët, edhe botën e tanishme të teknologjisë që mbase brezi i ri, gjenerata alfa dhe gjenerata Z nuk e kanë iden, por neve vim nga dy botë të ndryshme, paka shumë si prindrit tanë në Shqipëri. Po jo, kjo ishte një artikull që fliste në përgjithësi të gjës. Nuk e di se si do jenë këta fëmijët tanë, por ju premtoj dhe ju betohem nëse ka njerëz që nuk janë bërë ende prindër, po bëjmë më të mirën e ti kam kapur, sepse se do t'i laj, do bëj dhe një gërshet. Mund t'a lë dhe kështu do, po jo do t'a kap gërshet se është më i kuruar dhe më stylish në sytë e mi. Edhe po mendoja për atë që folëm për pjesën se si nuk ndikohem mbase aq shumë nga overconsumption edhe mbi konsumerizmi edhe gjëra të ngjashme si këto, është sepse mbase ka të bëj shumë edhe vetbesimi të tipit unë nuk jam se si unë nuk është se ndikohem më aq shumë ose mbase nuk jam ndikuar aq shumë për të mbi konsumuar, për të mbi bler, për të shpenzuar para që në fund të ditës lodhen për t'i pasur edhe për dy gjëra që nesër nuk do ekzistojnë më. Është okej të japin atë kënaqësinë e momentit, po me kalimin e viteve, me përjetimin e eksperiencave të ndryshme, thjesht kam arritur në një pikë që tjetër që kam qef të blej gjëra, po kënaqësia ime, ajo the core of it, do me thënë gjeneza e saj nuk ka më të bëj me këtë. Unë lumturohem, jam mezi pres të shtunën që të çojmë ngadalë, të bëjmë atë mëngjesin ton, po thosha që edhe gjërat kanë ndryshuar patjetër, por nuk është se lumturia ime tani mbase nga që dhe shohim shumë, konsumojmë shumë, tani kemi mundësi që të kemi akses në shumë gjëra dhe është bërë realisht e vështirë që të ruash atë genuinitetin e lumturisë së gjërave dhe mbase
faza ku mbas unë mund të lumturohesha duke bler pafund gjëra që ishte thjesht një lumturi shumë e përkohshme, e kam zvendësuar me duke rritur një dopaminën në trupin tim, duke u stërvitur, duke parë që trupi im është që lëviz, që më përgjigjet. Mua më lumturon fakti që kam mundësi dhe kohën që të kem pak një ditë më slow se sa do ta kisha nëse do isha duke punuar në një korporat, që do nxitoja, do vrapoja. Ndërkohë, kjo është gjëja që mua realisht më jep lumturi dhe betohem ndonjëherë e harroj, dhe kur e harroj këtë gjën, aty filloj ose kam stres, ose mbi ngarkohem dhe pastaj kthjellem dhe hello. Qetëso. Do me thënë, je duke jetuar jetën që mbase gjithmonë e ke ndërruar, kaq. Dhe kur e kujtoj këtë, nuk e di, zemra ime ka xixa, flutrat në stomak. Por që është një cikël të nuk mund të jesh gjithkohës high, do me thënë është një kurb që ulet edhe ngrihet edhe kështu duhet të jetë normalisht për të kuptuar realisht se çfarë ka rëndësi. Dhe dyta është që ka të bëjë dhe vetbesimi. Unë respektoj shumë idetë e mia, idealet e mia, nëse do t'i quaja kështu, dhe i qëndroj shumë besnike këtyre idealeve. Dhe nuk kam ndjesi inferioriteti apo t'jem e frustruar që duhet patjetër që të dukem kështu që njerëzit të më respektojnë apo diçka, no. Në jetë të jetëve i kam qëndruar gjithmonë shumë besnike qenies time dhe mbas edhe kjo ndikon deri diku. Unë nëse do kisha mundësi, e di ku do më shikonin, e di isha duke jetuar në periferi, të mbilja gjërat e mia. I swear, ju betohem, nëse do janë ato meme, nëse do fitoja lotari nuk do t'i thoja njeriu, por do kishte shenja dhe shenjat që janë që jetoj në një vend në periferi, të rrethuar me pemë, me gjelbërim, me dy pula. Por luksi i vërtet sot nuk janë këto gjërat që mbase ne dhe tregojmë ndonjëherë sepse është pjesë e përditshmërisë tonë, ja bleva këtë gjën, bleva këtë dhe është okay. Por luksi i vërtet është dhe ua kam shpjeguar që të kesh para dhe të jesh wealthy janë dy gjëra shumë të kundërta, se kushdo mund të ketë para sot, të pasuruar në 100 forma, por wealth është tjetër që është abundance, është bollëk që ti e ke në mënyrën e të menduarit, ke bollëk kulturor, ke bollëk, domethënë në çfarëdo lloj aspekti. Dhe është një bollëk që të ka ardhur që nga stërgjyshuri dhe ti je aty ku je sepse ka qenë një luftë e gjithë brezave. Dhe the real wealth, pra pasuria e vërtet në syrin tim është pikërisht kjo jeta e ngadalt, të jetosh duke bërë një slow living, të hash gjërat sa më bio të jetë e mundur, të kujdesesh për veten. Ky është the real wealth që unë nuk e bëj dot se I don't have, nuk kam. As pasuri gjenerative jo. Ua kam thënë këtë gjën dhe unë dhe rëkysi kemi filluar realisht nga minusi. Betohem, ju e dini. Kështu që jam edhe prandaj them që jeta që kam tani dhe mbi të gjitha, nëse arrit të kem qetësinë mendore për të përballuar çdo sfidë që jeta do na sjelli, unë jam njeriu më i pasur në këtë botë. Të përballoj me qetësi një situatë të fëmijës tim, të përballoj një zënk më me bon sens, do me thënë po kam këtë, jam njeriu më i pasur në këtë planet. Qetësia mendore është luksi i vërtet dhe gjërat që thash pak më përpara. Jeta kështu është ndërtuar sepse paraja do qarkulloj, so kjo është ekonomia, ky është kapitalizmi. Mësime me anën 101. Mbarova me make-upin, kam veshur sipër një t-shirt të bardhë, një trikoleshi ngjyrë kafe, do vesh një skort që është fund pantallon, geta dhe një palë këpucë kështu të lezetshme, është ftohtë dhe nuk e di se si do ja bëj për të edituar këtë vlog sepse kam materiale nga 3 aparate të ndryshme, nga telefoni, nga këtu dhe nga i vockë i bardhi që e kam aty dhe vazhdimin nga ky moment do ta kemi tek aparati tjetër. Dhe thjesht duhet të ulem që t'i sistemoj dhe të ruaj një rend kronologjik të ngjarjeve të kësaj jave, se janë
por do t'ja dalim. E mora burrin nga provimi. Kishte dalë shumë mirë. Po më bën foto mua. Pra më kërkoj për shumë kush është, për s'kishte pyetje. Duhet pak edhe një sy artistik për të dhënë shumë. Kaltin vijim të vlogut, ku sekuenca vintage, Po. Është bërë kjo karikja kështu, kapic, i themin e nga anët tona me roba. U ktheva, më ka marrë shumë uria, duhet të ndrohem, të vesh pijamat e mia, të sistemoj pak. S'kam kohë të stërvitem se duhet të ulem të editoj, kështu që do hapa buksen gorda dhe të editoj. Si po pres nesër është e premte dhe unë ndroj gjithmonë çarçafat dhe të shohim çfarë teme do zgjedh për këtë, domethënë nga e premtja deri te premtja. Ose mund t'i ndroj që sot në darkë, po ma dha truri, po më doli koha. Dhe keni parasysh ato fustanet e natës që shikoni gjithmonë të varur te Paravento? Kam nga një fustanat ose nga një të mëndafshit për çdo çarçaf dhe i kam kështu me nuanca të ndryshme, sidomos këto që janë kështu si kimono, ja adhuroj se edhe kur çojmë natën, ju dini që unë flim me mund të shkurtra, një atë dhe kështu si një zanë nëpër shtëpi, I love. Dhe mezi po pres të ngrohet koha që të mos më rrdhif të ftohti sepse dua t'i kem ato nëpër shtëpi. Jo kur gatuaj, po kur jemi kështu për qef, të shtunë të diel, të paktën. Edhe kaq. Nëse e keni ndjekur këtë video, ju falenderoj pafund. Mos harroni të bëni subscribe. Do të thotë shumë, po ju këtë gjë e dini, kështu që nuk po ua përsëris më. Nuk dua t'ju krijoj asnjë lloj bezdije të asnjë lloji, se e di që jemi një komunitet i voçkël, po jemi një komunitet i adhurueshëm, sepse vdes për gjërat që shkruani, për gjërat që më pyesni. Jo kam shumë për zemër edhe do të them këtu edhe kushdo që më përshëndet në rrugë kur kaloj, edhe unë ju përshëndes mbrapsht edhe pse mbase nuk ju njoh, jeni më të mirat, nuk e keni ide se sa shumë ma gëzoni zemrën edhe në fund të ditës kaq ka jeta. Kjo është kaq e komplikuar po të rish ta mendosh, por në thelb është shumë e thjeshtë. Dashuria i shëron të gjitha dhe unë ju dërgoj shumë dashuri. Dhe do jemi në vlogun e radhës sepse po do jem konsistente, të paktën një vlog në javë do ta kemi. Paqim!